Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 13:30 në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Gjyqtarët kundër nismave ligjore të mazhorancës për drejtësinë, sipas tyre ndryshimet e pritshme rrezikojnë reformën. Financimi i kuvendit të rithemelimit 2021, sekretari për diasporën në Partinë Demokratike Indrit Hoxha thirret në SPAK për t'u pyetur. Presidenti Begaj dekreton amnistin fiskale pavarësisht rezervave të FMN dhe dhomës amerikane të tregtisë. Përmbytjet në Durrës në mes të hetimeve të nisura, prokuroria sekuestron dokumentat e tenderit të hidrovorit të Porto Romanos. Fier, shembet argjenatura e Semanit, banorët e fshatrave humbin kontaktet, kërkojnë ndihmë. Trump njofton tarif prej 25% për vendet që bëjnë biznes me Iranin, Kina paralajmëron kundër masa. Protestat antiqeveritare në Iran lën rreth 2000 të vdekur, kancelari gjerman Merz thotë se regjimi është në ditët e fundit. Njihemi tani mëgjërësisht me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente, siç e keni ndjekur edhe nga fleshi jon informativ, një burgosur i shtruar në spitalin infektiv të Durrësit është arratisur. Për më tepër detaje lidhur me këtë ngjarje, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Klodi Haxhiaj. Klodi, të përshëndes, cilat janë rrethanat e kësaj ngjarje, si ka mundur të arratiset i burgosuri nga spitali i Durrësit? Ju përshëndes dhe unë nga Durrësi, është një informacion i pak çasteve më parë ku konfirmohet se një i dënuar në spitalin e Durrësit, një i dënuar në burgun e Durrësit, i cili qëndronte në burgun e Durrësit, ka qenë i shoqëruar nga policia e burgut në spitalin infektiv për të marrë edhe mjekim. Në fakt, rrethanat e arratisjes së Altin Ndocit, emri konfirmuar nga ana e policisë së Durrësit, janë ende të paqarta, por ajo çfarë kemi mësuar në çastet e para të ngjarjes është se Altin Ndoci është larguar nga reparti infektiv i spitalit të Durrësit, ndërkohë që duhet të ishte i shoqëruar nga ana e policisë së burgjeve gjatë kohës që ai merrte edhe mjekim në repartin infektiv. Nuk dihen ende rrethanat se si është larguar, por informacionet e para janë se ai është një personi i cili është arratisur nga spitali infektiv, nga spitali i Durrësit, nga reparti infektiv, është i arrestuar nga SPAK për vepra të rënda penale, i akuzuar për vrasje, grup kriminal e të tjerë, një person i arrestuar nga operacioni Plumbi i Art, sipas burimeve ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Bradasheshit dhe njihet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ndërkohë që informacionet nga policia e Durrësit bëjnë me dije se policia është vënë në ndjekje të këtij personi me rrezikshmëri të lartë. Të gjithë grupet e policisë janë në terren, janë duke u evidentuar kamerat përreth spitalit të Durrësit për të parë dhe itinerarin e largimit të tij, apo nëse ka patur edhe bashkëpunëtorë të cilët kanë bërë të mundur largimin nga reparti infektiv. Ndërkohë që nuk kemi ende informacione në lidhje me punonësit e policisë të cilët duhet ta mbanin në mbikëqyrje gjatë kohës që ishte në repartin infektiv, gjithsesi është një lajm në zhvillim, në dinamik e sipër për të zbardhur më tej edhe informacionet që do të vinë në lidhje me arratisjen e tij nga spitali i Durrësit në drejtim spanjor. Por ajo çfarë kemi vënë re është se në Durrës ka lëvizje të dukshme të policisë, të cilët janë vënë në ndjekje të Altin Ndocit, i njohur për person me rrezikshmëri të lartë. E qartë. Mirë, Klodi, të falenderoj për këto detaje. Do të kemi komunikime të tjera në vazhdim për ta ndjekur hapasapi këtë situatë. Faleminderit ju. Vjojmë më tej me të tjera zhvillime. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve kritikon nismën ligjore të mazhorancës për drejtësinë, duke u ndalur veçanërisht emërimi i kryetarëve në detyrë të gjykatave të shkallës së parë dhe apelit, si dhe gjykatave administrative deri në vitin 2028, gjyqtarët kërkojnë që ndryshimet ligjore të mos cënojnë reformën e arritur në drejtësi.
Duke marrë shkas nga propozimet e reja ligjore për drejtësinë, shoqata kombëtare e gjyqtarëve thekson se këto ndryshime nuk duhet të bien ndesh me reformën në drejtësi dhe shtetin e së drejtës. Ndërsa nisma është depozituar në kuvend, ky organizëm thekson se kryetarët në detyrë të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe atij administrativ konfirmohen si kryetar të emëruar deri në datën 31 dhjetor 2028, duke shmangur sa kaq garën për këto poste drejtuese në pushtetin gjyqësor. Në këtë mënyrë vëren me shqetësim shoqata kombëtare e gjyqtarëve. Uzurpohet pushteti që kushtetuta i ka dhënë Këshillit të Lartë Gjyqësor në emërimin e kryetarëve të gjykatave. Sa i përket kësaj çështjeje, kjo dispozit, thekson shoqata e gjyqtarëve, nuk përfshin gjykatat e posaçme, ndërsa projekt ligji nuk mban në konsiderat faktin se KLG-ja tashmë ka miratuar aktin normativ përkatës për zgjedhjen e kryetarëve. Kjo gjë e bën jo vetëm të panevojshëm caktimin e kryetarëve të gjykatave nga ana e kuvendit, por sjell edhe cënimin e parimeve kushtetuese të ndarjes së pushteteve dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor, thuhet midis të tjerash në reagim. Shoqata sjell në vëmendje se tentativat të ngjashme kanë dështuar pasi janë përballur me gjykimin kushtetues. Në këto rrethana, shoqata fton kuvendin e Shqipërisë që të mos përpiqet të cënojë standardet e shtetit të së drejtës, duke dëmtuar si pasaj arritjet e realizuara përmes ngritjes së organeve të reja të qeverisjes së pushtetit gjyqësor. Në dhjetor Partia Socialiste e riktheu tentativën për ndryshime në ligjet e reformës në drejtësi e miratuar në vitin 2016, me dy nisma të firmosura nga deputeti Olsi Komici, që prekin ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Përveç dispozitës së kundërshtuar nga shoqata e gjyqtarëve, nismat parashikojnë edhe forcimin e kritereve të verifikimit të pasurisë dhe integritetit të figurës së kandidatëve për dy këshilla drejtues që vijnë nga avokatia dhe akademia. E ngarkuara me punë, ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn u takua me kryetaren e gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji. Në një postim në rrjetet sociale, ambasada thekson se Van Horn përgëzoi kryetaren e sapo emëruar të gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji dhe diskutoi se si mbështetja e gjatë e Shteteve të Bashkuara për institucionet e sundimit të ligjit në Shqipëri përparon prioritetet e presidentit Trump, çmontimin e rrjeteve të narkotrafikut dhe krijimin e kushteve të barabarta për bizneset amerikane. Gjykata kushtetuese luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e drejtësisë për qytetarët e Shqipërisë, duke i mbajtur përgjegjës ata që shkelin ligjet e saj dhe duke ruajtur një sistem ligjor të drejtë dhe të parashikueshëm në mënyrë që bizneset amerikane të mund të lulëzojnë, ka theksuar Van Horn. Takimi i Van Horn me kryetaren e kushtetueses Fiona Papajorgji vjen 10 ditë para se kjo gjykatë të shprehet në themel lidhur me kërkesën e kryeministrit Edi Rama për vendimin e gjykatës së posaçme që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku në kuadër të hetimeve të ndërmarra nga SPAK ndaj saj, ku ajo akuzohet për pabarazi në tendera në disa episode. Me urdhër të kryetarit të kuvendit, Këshilli i Mandateve do të mblidhet në 28 janar për të vijuar shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Më herët, Partia Demokratike kallëzoi për shpërdorim detyre Peleshin për zvarritjen e shqyrtimit të kësaj kërkese, ndërkohë kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në një reagim tha se Peleshi bllokoi 6 javë kërkesën e SPAK me urdhër të Edi Ramës. Pas shtyrjes prej një muaji të mbledhjes së Këshillit të Mandateve për të vijuar shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit dhe arrestimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kreu i kuvendit ka nxjerr urdhrin që mbledhja të thirret në datën 28 janar në mesditë. Urdhri i Peleshit për të mbledhur Këshillin e Mandateve vjen pakor pasi grupi parlamentar i Partisë Demokratike e kallëzoi penalisht për shpërdorim detyre në argumentin se ka bllokuar qëllimisht mbledhjen duke penguar shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike
Demokratike Gazmend Bardhi reagoi lidhur me urdhrin e kreut të kuvendit, i cili theksoi se mbledhja e Këshillit të Mandateve do të thirret plot 6 javë pas depozitimit të kërkesës së SPAK për imunitetin e Ballukut. Ky bllokim 6 javor është i paprecedent dhe një akt i lartë pa përgjegjësie nga ana e mazhorancës socialiste që ka vendosur të jetë bunkeri të korruptuarve të qeverisë së Edi Ramës. Pengimi i drejtësisë dhe bllokimi nga kuvendi i shurtimit të kërkesës së SPAK për 6 javë ka cënuar hetimet dhe i ka dhënë mundësi të pandeurës Balluku që të tentojë prishjen e provave, intimidimin e dëshmitarëve. Edi Rama nuk fshihet më në vullnetin e tij për të mbrojtur korrupsionin qeveritar. Akte si këto, të diktuara nga tmerrjet e drejtësia, po i afrohen më në fund atij vet, tregojnë se sa të shpejt dhe të dhimbshëm do ta ketë fundin e tij, thuhet në reagimin e Bardhit, i cili në emër të grupit parlamentar të Demokratëve thekson se dënon me forcë shkeljen e rregullores nga Niko Peleshi dhe zbatimin prej tij të urdhrit politik të Edi Ramës për të zvarritur çështjen dhe për të penguar drejtësinë. Mbledhja e Këshillit të Mandateve vjen pas mbledhjes së vetme të zhvilluar në 19 dhjetor, ku prokuroria e posaçme kërkoi heqjen e imunitetit për Ballukun, duke u shprehur se ka prova se ajo ka përcaktuar tendrat e Unazës së Madhe të Tiranës, si dhe tunelit të Llogaras. Më pas, Partia Socialiste nuk thiri as mbledhjet të Këshillit të Mandateve, pavarësisht insistimit të Partisë Demokratike, të cilët kërkuan SPAK-u 6 herë mbledhjen për të shurtuar kërkesën e SPAK. Shkak i mosmbledhjes së Këshillit të Mandateve u bë një deklaratë e kryeministrit Edi Rama, i cili tha se po pritet vendimi i gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku e më pas do të vendoset mbi imunitetin. Balluku është marrë pandehur në SPAK prej disa muajsh dhe akuzohet për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike e kryer në bashkëpunim për disa episode, mes tyre edhe për aferën e tunelit të Llogaras. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se në 24 janar në protestën kombëtare kryeministrit Edi Rama do t'i kërkohet llogari për vjedhjet dhe korrupsionin. Shefi i Selis Blu thot se tashmë ka ardhur koha që Edi Rama të përballet me zemërimin e qytetarëve. Opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protest me datën 24 janar, në të cilën t'i japi mesazhet e qarta për fundare Edi Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit, prano ligjin dhe kushtetutën, përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Ndaj dhe ftoj qytetarë shqiptar me 24 të gjithë në këtë shesh për treguar fuqinë e bashkimit të shqiptarëve. Ka ardhur koha qeveria të përballet me zemrimin e qytetarëve. Ka ardhur koha qeveria të ndëshkohet me zemrimin e qytetarëve. Ju ftoj të bëjmë gjithçka për një kryengritje paqësore, për një revolucion të ri, i cili do të fshi nga harta e Shqipërisë narkodiktaturën e verhorës, do shtrojë Shqipërinë në vendin e bekuar të qytetarëve të ndershëm punëtor taft, në vendin e qytetarëve që e duan dhe ndërtojnë taftën e tyre në Shqipëri. Sekretari për diasporën në Partinë Demokratike Indrit Hoxha është paraqitur mëngjesin e së martës pranë ambienteve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mësohet se Hoxha është thirrur nga prokurorët për t'u pyetur lidhur me financimin e kuvendit të rithemelimit të zhvilluar në vitin 2021. Një ditë më parë, për të njëjtën arsye u paraqit në SPAK edhe deputeti demokrat Belind Këlliçi. Prokurorët e posaçëm po zhvillojnë këto seanca pyetjesh në kuadër të një hetimi pasuror. Pas përmbytjeve të rënda në qarkun e Durrësit, ku u shkaktua edhe një viktim, prokuroria ka vënë në fokus të hetimit hidrovorin e ri në Porto Romano me dyshimet se nuk ka funksionuar siç duhet. Prokuroria ka sekuestruar dokumentat që lidhen me ndërtimin dhe zbatimin e projektit të hidrovorit.
Prokuroria e Durrësit, e cila ka nisur hetimet për disa ditësh për të përcaktuar shkaqet e përmbytjeve në qarkun Durrës, ku shkaktua një viktim dhe 10 milion euro dëme materiale, sekuestroi të hënën dokumentet që lidhen me ndërtimin e hidrovorit të ri në Porto Romano me vlerë 19 milion euro. Sipas grupit të hetimit, është bërë sekuestrimi i dokumentit, hartimi studimit të projektit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto Romanos Kënet dhe sistemi i rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit në kuadër të procesimit të rindërtimit me fond limit 87 milion lek. Gjithashtu është marrë pranë Bashkisë së Durrësit e gjithë procedura tenderuese për hidrovorin e po ashtu dokumentet e zbatimit të projektit. Sipas burimeve të prokurorisë, ka dyshime se hidrovori nuk ka funksionuar e përpasoj, janë shkaktuar edhe përmbytjet. Tenderi për ndërtimin e hidrovorit të Porto Romanos u fitua nga kompanit vëllezërit Hysa, 2T dhe Adriatik. Kompania Adriatik zotërohet nga babai Spartak Kovacit, i cili ka qenë drejtori i ujësillës kanalizimeve në Durrës dhe ka dyshime se tenderi për hidrovorin mund të jetë paracaktuar. Situata me përmbytjet në Durrës vijon të jetë shqetësuese. Punonjësi ndërmarrjes së komunales Plazh Astrid Hysenaj humbi jetën, ndërsa 1500 shtëpi e mijëra hektar tokë mbeten nën pushtetin e ujit. Prokuroria po heton për akuzat e shpërdorimit të detyrës, shkatrimit të pronës me përmbytje dhe përmbytjes së pronës nga pakujdesia. Çarja e argjinaturës së lumit Seman ka shkaktuar problematika madhore në disa fshatra të Fierit. Banorët e të cilit ngren alarmin se kanë humbur kontaktet me disa nga familjarët e tyre për shkak të izolimit të zonës nga përmbytjet, ndërsa 10 banesa e stalla janë në ujë, banorët bëjnë apel për ndihmë urgjente. Çarja e argjinaturës në disa segmente si pasojë e prurjeve të shumta të Semanit ka bërë që lumi të vërshojë në disa fshatra të Fierit, ndërsa disa qytetarë të shqetësuar ngren alarmin se kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre për shkak të izolimit të zonës nga uji. Banorët e fshatit Hasturkas bëjnë apel për ndihmë urgjente. Tiki kam çunin aty sa burrin të landelet. Keni kontaktuar me bashortin dhe djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është dhe. Dua tiki të shikoj. Blidi tiki. Tash është çobani andeja. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngrenë papire se dim ku janë. Ka vajtur ne duam një rrit të nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka rritur jo, kontaktuar? Jo, s'kam bateri ata, çish do lidhej. Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spaqjanë do të nxjerrim njerëzit. Përgjatë natës janë evakuar 9 persona, të cilët janë strehuar të afërmit e tyre, ndërsa banorët tregojnë se uji ka vërshuar papritur, duke mos u lënë kohë të shpëtojnë orëndit shtëpiake apo baktit. Prej ditës së djeshme ka filluar dardhja deri e lumit që ande janë shkuar gjenaturët dhe po përmbytni. Presim nga qasin të largojmë vektorinë, që akoma se kam shpërndur. Nuk po mirëmbahen fare gjenaturat, as një lloj për këtë zonë ku s'po bëhet asnjë fare. Çfarë baktis keni saktë? Po kam një 7 koplova. Në zonë kanë borritur forcat e ushtrisë të cilët po operojnë me varka, veçanërisht pranë zonës detare dhe stallave të baktive, për të evakuar jo vetëm barinjt, por edhe krerët e baktive të mbetura e të rrezikuara nga uji. Operacioni i evakuimit po zhvillohet në kushte të vështira, ndërsa prurjet e lumit Seman vijojnë të mbeten të larta. Banorët e Hasturkasit fajson një zëri institucionet përgjegjëse për mosmarrjen e masave në kohë, duke theksuar se argjinatura e Semanit ka qenë prej vitesh e amortizuar dhe problematike, pa ndërhyrje serioze për forcimin e saj. Shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio, rikthehemi edhe herë ngjarjes me të cilën nisëm këtë edicion informativ, aratisjes Altin Docit nga Spitali i Durrësit. Detaje të reja kanë dalë lidhur me këtë ngjarje. Ka patur gjithashtu edhe një reagim të drejtorisë së burgjeve për aratisjen e Ndocit. Do të kemi një tjetër komunikim me kolegen Klodiana Haxhia i lidhur me këto reagime. Klodit, përshëndes. Cilat janë reagimet më të fundit lidhur me këtë ngjarje? Nga informacionet e fundit kemi mësuar se rreth një orë më parë Altin Ndoci është arratisur nga infektivi i Spitalit të Durrësit, ku kishte shkuar i shoqëruar nga punonjës policie të burgut të Durrësit
në momentin që është futur brenda në sallën e cila është e posaçme dhe me hekura për të dënuarit, ku do të merrte edhe trajtim mjekësor dhe vizitë mjekësore, ai është larguar me shpejtësi, dyshohet se ka qelluar njërin prej punonjësve të policisë së grupit të shoqërimit dhe është larguar në drejtim të zonës së spitalës, në drejtim të varrezave të vjetra të qytetit. Burimet zyrtare nga policia e Durrësit më kanë bërë me dije se janë ngritur grupe postobllogje të shumta në policie në të gjithë qytetin e Durrësit, të cilët janë në kërkim për kapjen e personit me rrezikshmëri të lartë i arrestuar nga SPAK në operacionin Plumbi i Artë, si autor i njëri prej autorëve i vrasjes së dy vëllezërve Haxhia në zonën e spitalës në Durrës dhe një personi tjetër të tretë shoqërues me ta para 3 vjetësh. Sipas policisë së Durrësit, e cila gjendet në repartin infektiv, aktualisht është grupi hetimor brenda në repartin infektiv në spitalin e Durrësit, ku ka nisur edhe marrja në pyetje e dëshmimtarëve okular në momentin që është bërë shoqërimi i tij në spitalin e Durrësit, por edhe për të gjithë dinamikën e largimit nga reparti infektiv, nga zoma e posaçme ku bëhet edhe trajtimi i personave me rrezikshmëri të lartë që vinë nga burgu. Është një lajm në dinamik e sipër, në zhvillim e sipër, ashtu siç e përmenda, janë një numër i madh i policisë së Durrësit, komisariat të policisë së Durrësit, të cilët kanë ngritur postobllogje në të gjithë rrugën e varrezave për të bërë të mundur kapjen e Altin Ndocit, person me rrezikshmëri të lartë i arrestuar nga SPAK-u në vitin 2020 për vepra të rënda penale. Çfarë deklaron drejtoria e burgjeve lidhur me këtë ngjarje, Klodi? Ka patur një reagim të drejtorisë së burgjeve? Ka patur një reagim nga drejtoria e burgjeve, ku bëhet me dije se pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme nga forcat e policisë së burgjeve për ndalimin e tij, Altin Ndoci ka arritur të largohet nga spitali. Strukturat përkatëse janë vënë menjëherë në lëvizje dhe po punojnë intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e tij, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, thuhet në reagimin e parë të policisë të drejtorisë së burgjeve, ku vizohet se të gjitha mjekësore janë zhvilluar në repartin e infektivit, i cili ka repartin e sigurisë për të dënuarit. Pikërisht këtu është edhe çelësi i kësaj arratisje spektakolare, duhet të thënë, nga ana e Altin Ndocit, pasi në spitalin e Durrësit unë fola edhe me mjek të spitalit të Durrësit, ku më thanë se për të gjitha procedurat mjekësore në repartin e infektivit ka një repart të sigurisë për të dënuarit, i cili është i rrethuar me hekura dhe me dyer speciale posaçërisht për trajtimin e personave të dënuar. Mendohet që Altin Ndoci ka qelluar, ka goditur një prej punonjësve të policisë, i cili ka qenë në grupin e shoqërimit të tij dhe është larguar me shpejtësi nga spitali. Janë duke u sekuestruar të gjitha pamjet e sigurisë që nisin nga spitali i Durrësit në drejtim të varrezave, për të parë nëse ka patur apo jo bashkëpunëtor të tjerë në arratisjen e tij. Është ndihmuar apo jo nga persona të tjerë që mund të kenë bërë të mundur edhe largimin e tij nga spitali, nëse kjo arratisje ka qenë e planifikuar më herët prej tij apo jo. Gjithsesi është grupi i hetimit ai që pritet të hedhë dritë mbi të gjitha këto pikë pyetje për këtë arratisje nga ky person i cili është i arrestuar nga SPAK-u në vitin 2020 për vepra të rënda penale. E qartë, mirë Klodi, të falenderoj për detajet më të fundit që na përcolla. Faleminderit ju. Por cila është procedura e shoqërimit të personave të tillë me rrezikshmëri të lartë dhe pse ishte transferuar Ndoci në spitalin infektiv të Durrësit, do të kem tani një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Klodiana Lala për të sqaruar procedurën e shoqërimit në raste të tilla, edhe kush ishte Altin Ndoci dhe rrezikshmërinë që ai paraqet. Klodi, të përshëndes, je njohur edhe ti me detajet e kësaj ngjarje, po cila është procedura fillimisht, si shoqërohet një i paraburgosur apo një i dënuar në spital, cilat janë rregullat me të cilat ai shoqërohet dhe cilët janë masat e sigurisë që merren në raste të tilla?
Përshëndetje Renaldo, Altin Doci është një prej emrave më të rrezikshëm të botës së krimit, i arrestuar me urdhër të SPAK për vepra të rënda penale dhe që ka vepruar në kuadër të bandës kriminale të drejtuar nga i penduari i drejtësisë Nurettin Dumani e po ashtu nga një tjetër i penduari i drejtësisë Erjon Alibej që është në përplasje me bandën kriminale të vëllezërve Frans dhe Hajdar Qopja. Duhet teksuar se Altin Doci që nga viti 2020 për shkak të problematikave shëndetësore që ka paraqitur, është transferuar për në paraburgimin e Durrësit, i vetmi paraburgim që mund t'i garantonte qëndrimin në gjendje të sigurt. Për gjatë kësaj kohe, ai është trajtuar her pas here për arsye shëndetësore në spitalin rajonal dhe sipas procedurës, me vendim të drejtorit të burgut në momentin që të paraburgosurit apo të dënuarit derisa vendimi të marrë formë të prerë, duhet të paraqesin kërkesë për arsye shëndetësore dhe pasi konstatohet nga mjeku i burgut që është në pamundësi për ta trajtuar në ambientet e paraburgimit, në rastin konkret në paraburgimin e Durrësit, atëherë mjeku rekomandon në bashkëpunim me një komision dhe me drejtorin e burgut për transferimin e këtij të paraburgosuri në një ambient tjetër, sikurse është spital rajonal apo spital qendror. Në rastin konkret Altin Docit është vlerësuar se gjendja e tij duhet diagnostifikuar në mënyrë të përsëritur së pari, por po ashtu edhe duhet kishte një diagnostifikim më të specializuar dhe është vendosur ditën e sotme që të transferohet nga toga e shoqërimit, e tillë quhet, pra një grup punonjësish të policisë së burgjeve, në masa të rreta sigurie bëjnë transportimin e tij, pra në rastin konkret të Altin Docit kanë bërë transportimin nga paraburgimi i Durrësit për në drejtim të spitalit rajonal dhe konkretisht repartit të infektivit, aty ku në fakt është një dhomë e posaçme ku kryhen vizitat mjekësore për të gjithë personat e paraburgosur apo të dënuar. Nisur nga një rekomandimi fundit i avokatit të popullit, ku janë ngritur shqetësime për një rast tjetër të një zyrtari të lartë se forcat e policisë nuk mund të qëndrojnë në momentet kur të paraburgosurit apo të dënuarit kryen vizita mjekësore, ditën e sotme, sipas dëshmive paraprake të dhëna nga punonjësit e sigurisë së burgjeve, punonjësit e sigurisë në momentin që e kanë dorëzuar Altin Docin, pra personin i cili paraqet rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe më duhet ta theksoj tek mjekët që do të bënin të gjithë ekzaminimet mjekësore, kanë qëndruar tek dera e jashtme në pritje që ai të përfundonte dhe pikërisht këtë moment ka shfrytzuar Altin Doci për t'u arratisur edhe nga ambientet e spitalit infektiv e që tashmë është narrativ dhe po kërkohet nga të gjitha strukturat e policisë së shtetit. Lidhje me pyetjen tuaj, sigurisht që forcat e policisë janë duke bërë kërkimet për këtë rast, por nga ana tjetër prokuroria ka ndaluar për momentin dhe është duke marrë në pyetje të gjithë drejtuesit e spitalit, por po ashtu edhe mjekët që do të bënin ekzaminime dhe stafin mbështetës, nga ana tjetër janë duke u marrë në pyetje si të ndaluar edhe punonjësit e policisë së burgjeve, të cilët kanë bërë shoqërimin për të parë nëse ka patur një plan të paramenduar dhe në bashkëpunim me ta nga ana Altin Docit, apo është thjesht një vendim i marrë nga ana e këtij të fundit dhe mund ta ketë të organizuar këtë plan dhe ju ka shpëtuar syrit apo vigjilencës së policisë së burgjeve. Megjithatë, në orët të vijim ka qasë të ketë ndalime sa i përket punonjësve të policisë që kanë bërë edhe transportimin dhe shoqërimin e këtij personi të paraburgosur. Për të rikthyer tek personaliteti i Altin Docit, ai po gjykohet bashkë me një numër të lartë personash dhe të panderush të tjerë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Është implikuar fillimisht në momentin e parë të arrestimit nga ish i penduar i drejtësisë Klevis Halla për vrasjen e vëllezërve Viktor dhe Besmir Haxhia në zonën e Shënavllashit në Durrës, por më pas ai e mori pafajësinë për këtë ngjarje sepse i penduari që humbi dhe statusin, pra Klevis Halla, nuk kishte dhënë dëshmi të saktë përpara autoriteteve, por me plagosjen e Nurettin Dumani dhe arrestimin e këtij të fundit, ai vendosi të fliste për një sër ngjarjesh kriminale në Durrës, ku Altin Doci kishte qenë pjesëmarrës që nga masakra e Bradasheshit, ku humbi jetën Endrit Alibej, njohur si Tarzani, që është vllai i penduarit tjetër të drejtësisë, Erjon Alibej, dhe xhaxhai i tij Arben Dilgjeri, si dhe një shtetas turk, që në atë ngjarje dyshohej se Altin Doci kishte qenë pjesëmarrës. Po ashtu, ai dyshohet të ketë marrë pjesë edhe në një sër ngjarjesh të rënda kriminale në qytetin e Durrësit, sikurse është vrasja e dy miqve të tij, dy miqve të vëllezërve Haxhia, Angelo Avdia dhe Dorian Shkoza, të cilët po ashtu dyshoheshin për lidhje indirekte me masakrën e Bradasheshit, ndërkohë që mbi supet e tij rëndojnë edhe akuza të tjera të rënda për të cilat është duke u gjykuar, ndërkohë që një fraksion i dosjes është ende nën hetim. Për faktin se konsiderohet një person me rrezikshmëri teje të lartë shoqërore, do duhet që të ketë një përgjigje nga instanca shtetërore për arsye se pse ishte vendosur në këtë paraburgim që në fakt të gjitha subjektet e SPAK-ut, sidomos kur akuzohen për vrasje dhe grup kriminal, do duhet të qëndrojnë në paraburgime
të sigurisë së lartë, sikurse është paraburgimi 313 ose paraburgimi 302 në Tiranë. Megjithatë, prokuroria e Durrësit ka nisur hetime dhe është njoftuar edhe SPAK për sakor subjekti i tij për të hetuar më shumë në lidhje me këtë ngjarje, që e shëntron Altin Dosin tashmë një ndër emrat më të shumë kërkuar edhe për faktin që paraqet rrezikshmëri të lartë shoqërore. Por Renaldo? E qartë, mirë Klodi, të falenderoj për detajet që na përcolle deri tani. Faleminderit juve. Ndërkohë avokati i Ergjys Agasit, Max Haxhia, ka patur një komunikim me mediat pak më parë, ndjekim deklaratën e tij. Se dini, unë jam avokati i caktuar nga familja e zotit Agasi dhe duke marrë shkas nga të gjithë materiali i dosjeit në mënyrë segmentale dhe i shputur dhe pa kontekst në lidhje me gjithë biseda dhe me gjitha provat, erdha këtu në prokurorinë e posaçme për të kërkuar të më vijnë në dispozicion gjithë ato materiale që janë vënë medias. Njëkohësisht do të bëjmë dije që nisur nga kjo prezencë në media dhe në publik të këtyre materialeve që janë të pa kuptimta, të pa lidhura, segmentare, të cilat e ngarkojnë publikun dhe njëkohësisht dëmtojnë rënd pozicionin e klientit tim. Ne i kemi bërë një letër institucioneve të larta të drejtësisë, duke filluar nga inspektori i lartë drejtësisë, Këshilli i lartë prokurorisë dhe prokurorit të çështjes, Këshilli i lartë gjyqësor dhe gjyqtarit të çështjes, për të vënë përpara për të nxjerrë përgjegjësitë ndaj atyre personave të cilët e kanë për detyrë për të ruajtur këto informacione dhe që i kanë vënë në dispozicion të publikut. Qoftë përgjegjësia administrative dhe penale, pa ajo që është kryesorja është për të kthyer situatën në normalitet. Sepse ky është një procedim i vitit 2023 dhe ne si mbrojtje nuk kemi absolutisht asnjë material. Kemi vetëm vendimin e parë të caktimit të masave të sigurisë, ndërkohë sot unë erdha për të parë dhe nëse është zbardhur vendimi i pyetjes së pandehur mbas të nenit 248, i cili akoma nuk është zbardhur, dhe në këto kushte mbrojtja është e paralizuar dhe është në kushtet e një terri të plot informativ lidhur me materialet e dosjes. Kaq, ne kërkojmë më elementare për të mbrojtur dhe për të ushtruar mbrojtjen tonë ndaj klientit tonë. Po, mora vesh se e keni shumë problem këtë pyetje dhe unë do ta jap këtë përgjigje. Tashi, zoti Agasi, siç e kam bërë dhe me dije, me informacionin që kam nga familja, nuk ndodhe në Shqipëri. Por nisur nga kjo situatë e cila është një praktik që mbarset opinioni dhe ngrihen akuza që janë absurditete që ta akuzosh një person i paveshur me pushtet për veprimtaritë pushtetit, si janë shkelja bazisë të shtetase në tender, apo heqja e palishme e lirisë të një personi për shkak të mos pjesëmarrjes në tendera, në një kohë që zoti Agasi nuk ka asnjë aktivitet dhe asnjë lidhje me tendrat në aksh. Duke ardhur tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ju bëjmë dije se zoti Agasi i ka mbaruar punët e veta, por në këtë terren vetëm po të jetë një njeri që do që t'i hedhin çelësin në det, mund t'i vijë të paraqitet në organet e drejtësisë. Dhe kjo situatë e cila është krijuar ka stile dhe duke ngritur akuza të rënda bëjnë që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të tij kushtetuese dhe procedurale. Prandaj, megjithatë është vendimi i tij për të ardhur apo për të mos ardhur, për të paraqitur, por në kushtet që nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë material për akuzat që i ngrihet, vetëm po të jetë i çmendur të vit paraqitet. Haxhia, kam dy pyetje. Para së fundmi, para pak ditësh, një zyrtar i lartë i Partisë Socialiste tha në një media që personi që ju mbroni është arrestuar. Keni një qendrim me këtë dhe së dyti ti përgjigjem pyetjes së parë? Është së shkurtë. Po. Së dyti, ka informacione që dalin në media që ju keni thonë në deklaratën që keni mbajtur përpara kësaj për mediat që klienti juaj është biznesmen. Po, patjetër. Dhe është i regjistruar tek Durrëna tek park. Tashi për sa i përket pyetjes së parë për lidhur me një deklarim që është arrestuar, fakti që s'është arrestuar e ka vetë përgjigjen,
për shkak të shumë thashë themeve, të shumë opinioneve, me qëllim, pa qëllim, me nën tekste ose me tekste, kështu që nuk mund të përgjigjem më shumë se kaq. Ti e di që unë jam pa parti, jam i depolitizuar dhe s'kam qenë asnjëherë. Jam në profesionin tim të lirë dhe i përkushtuar për atë mision që kam marrë bashkë me kolegët e mi. Por në lidhje me pyetjen e dytë që zoti Agaci është biznesmen, kjo është e pakundërshtueshme sepse është lehtësisht aksesueshme në QKB për të pozicionuar pozicionin e tij në biznes. A keni komunikuar me klientin tuaj situacion? Jo, unë deri tash kam komunikimet i kam me familjarët e tij, të cilët janë shumë të irrituar për opinionin që është përgatitur dhe që është ndikuar nga përhapja e materialeve, të cilat jo që janë sekret, por nuk e kemi më shumë të sekret, është e drejtë e tyre dhe të mbajnë përgjegjësi vetë. Por ne kemi të kjo që mënyra se si janë servire, segmentet të veçanta, pa lidhje, bëjnë që të ngarkohet me përgjegjësi penale dhe të kriminalizohen tash edhe kontaktet dhe shoqëritë që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Pavarësisht dyshimeve që ka tek drejtësia, sipas jush, do t'i bëni ju apel klientit tuaj të vetë dorëzohet dhe të paraqitet? Në momentin ju siguroj që në momentin që ne, organi akuzës, do na vënë në dispozicion materialet që nga viti 2023, ju siguroj unë personalisht që unë do t'i kërkoj klientit tim, sepse unë e di të paktën deri tash se po të ishin materiale që provonin fajësinë e tij do t'i vëni menjëherë në dispozicion. Fakti që ata si vënë në dispozicion do tregon që ata e kanë shumë të errët procesin e të provuarit. Për shembull, një mund të sjell heqja palishme e lirisë të një shtetasi që e lidhin me klientin tim është absurditet, s'ka të bëj fare, sepse e lidhin me një pjesëmarrje në tender, ndërkohë që ky s'ka qenë fare në tender. Çfarë përgjigjem? Presidenti i Republikës ka dekretuar 7 ligjet e paketës fiskale, pjesë e së cilës është edhe amnistia fiskale. Ajo parashikon që brenda këtij viti administrata tatimore dhe ajo doganore të fshin nga bilancet e tyre çdo borxh të krijuar përpara 31 dhjetorit të vitit 2014. Më herët FMN dhe dhoma amerikane kishin rezerva për paqen fiskale. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar ligjet e paketës fiskale për vitin 2026. Begaj ka dekretuar ligjin për fshirjen e borxheve tatimore dhe doganore, si dhe ligjin për marrëveshjen e paqes. Brenda këtij viti, administrata tatimore dhe doganore duhet të fshin nga bilancet e tyre çdo borxh që kanë bizneset, të cilat janë krijuar përpara 31 dhjetorit të vitit 2014. Nga ndryshimet e miratuara në 12 dhjetor 2025, fshihen rreth 2 miliardë euro detyrime të papaguara dhe përfitojnë rreth 200.000 biznese debitore. Ndërsa ligji i marrëveshjes së paqes parashikon negocimin e fitimit midis administratës tatimore dhe biznesit për vitin 2026 në vijim. Gjithashtu ju jep mundësi bizneseve të korrigjojnë pasqyrat financiare të 5 viteve të fundit dhe të rrisin deklarimet. Më herët Fondi Monetar Ndërkombëtar si dhe dhoma amerikane kanë pasur rezerva për paqen fiskale. Pjesë e dekreteve të presidentit është edhe ligji për procedurat tatimore që kufizon pagesat kesh për herë të parë edhe për qytetarët në 500.000 lekë dhe ul tavanin për bizneset nga 150.000 në 100.000 lekë. Po ashtu Begaj ka dekretuar ligjin për sistemin e taksave vendore, ligjin për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, si dhe ligjin për të ndryshuar tatimin mbi të ardhurat. I vetmi ligji dekretuar i paketës më herët që është botuar në fletoren zyrtare është ai i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Dekretimi dhe më pas botimi në fletoren zyrtare i ligjeve të paketës fiskale i hap rrugë zbatimit të tyre nga administrata tatimore, ndërsa zbatimi i plot nis pas botimit në fletoren zyrtare dhe miratimit të akteve nënligjore përkatëse. Policia e shtetit kremtoi 113 vjetorin e krijimit të saj. Drejtori i policisë Ilir Proda tha se ky përvjetor është një moment reflektimi, mirënjohje dhe angazhimi për një polici gjithnjë më profesionale dhe në zbatim të ligjit. 113 vite më parë u themelua policia e shtetit shqiptar. Për më shumë se një shekull policia është përballur me sfida të vështira,
duke përshtatur me kohën dhe duke forcuar misionin e saj në mbrojtje të qytetarëve. Në këtë 113 vjetor, drejtori i përgjithshëm Ilir Proda nënvizoi rolin e policisë në shërbim të rendit, sigurisë dhe ligjit. Policia e shtetit është sot një partner i besueshëm dhe i barabartë, e angazhuar në skuadra hetimore dhe operacionet përbashkëta kundër krimit organizuar dhe krimeve globale në funksion të rritjes sigurisë kombëtare, rajonale dhe më gjerë. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Në ceremoninë e 113 vjetorit të policisë së shtetit, morën pjesë edhe kreu i SPAK Klodian Brao dhe drejtori i BKH-s Joni Keta. Për zëvendës ministrin e Brendshëm Xhemal Qefalia, ky përvjetor shënon një moment mirënjohje për çdo punonjës të policisë. Historia e këtij institucioni është një histori përpjekjesh të pandërprera, përballjes me sfida të vështira të ndryshme në zhvillime shoqërore dhe politike. Sakrifica juaj të nderuar punonjës të policisë së shtetit është një sakrificë sublime të cilët keni shkuar, kolegët tuaj që i përmendë edhe drejtori i përgjithshëm, ka shkuar deri në dhënien e jetës për të shpëtuar jetët e të tjerëve. Kjo është një vlerë e lartë morale e këtij institucioni. Përgjatë 113 viteve të policisë së shtetit, kanë humbur jetën 231 punonjës të uniformave blu në mbrojtje të qytetarëve dhe ligjit. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka tani një deklaratë për mediat nga Selia Blu, e ndjekim. Dhe madje edhe i burgos policët e ndershëm, ata që janë betuar të zbatojnë ligjin në shërbim të qytetarëve. A nuk ishte rasti i Dritan Zaganit, policit që u burgos personalisht nga Edi Rama, sepse denoncoi trafikun e kushurimve dhe të ministrit Sajmir Tahiri. Po ashtu ishte rasti i Emiliano Nuhut, që u kërcënua me jetë se denoncoi bashkëpunimin e Taulant Ballës me bandën kriminale të rajave dhe u linçua publikisht nga vetë Edi Rama. Synimi ka qenë i qartë, të përzënë çdo polic dinjitoz që ngren zërin dhe lufton kundër padrejtësive dhe shkeljes së ligjit. Sot në kryet policisë shtetit është Ilirian Proda, i emëruar i krimit të organizuar dhe koordinatorit të Ramës për narkotrafikun Ergys Agasi. Sot ka shefa policie dhe drejtor që dalin në përgjime si prodhues dhe trafikant droge, që manipulojnë provat në favor të kriminelve, që u japin informacion vrasësve me pagesë, që u nxjerrin në prit kriminelve, policët e ndershëm, duke çuar informacion te shokët e tyre bandit. Kjo nuk është policia që duan shqiptarët, kjo është policia që do Edi Rama, Belinda Balluku, Ergys Agasi, banda e Suel Qelës, e Bajrave, Qopjave, Gjabapve, Troplinve dhe të gjitha bandat e tjera që vjedhin zgjedhjet, burgosin qytetarët dhe marrin peng biznesmenët për interesat e kryeministrit. Në këtë 113 vjetor të trisht për uniformat blu, Partia Demokratike u bën thirrje të gjithë policëve të ndershëm të refuzojnë urdhrat e palishëm të drejtuesve narkotrafikant dhe të kryebanditit Edi Rama, dhe t'i bashkohen përpjekjeve kombëtare të opozitës dhe çdo qytetari të ndershëm për të hequr qafe këtë band vjedhësh që po mban peng të ardhmen e shqiptarëve që kanë vendosur të jetojnë në atë dhe. Sot është dita e dur për të kërkuar dorëheqjen e kryebanditit që është veshur kryepolic, kryeministër, kryeredaktor dhe që e ka futur policinë dhe vendin në rrugë pa krye, Edi Rama. Jep dorëheqjen para se ta pësosh fatin e merituar të Maduros dhe ajetollave. Faleminderit. Vjojmë të ime të tjera informacione, kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz deklaroi se regjimin i Iran është në ditët dhe javët e tij të fundit, teksa i gjithë vendi është përfshirë nga protestat antiqeveritare, ndërkohë sipas grupeve të drejtave të njeriut, numri të vdekurve në të gjithë vendin ka shkuar në rreth 2000, përfshirë personel ushtarak dhe personel sigurie. Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz deklaroi se regjimi në Iran është në ditët dhe javët e fundit, teksa i gjithë vendi është përfshirë nga protestat antiqeveritare, të nxitura nga gjendja e rëndë ekonomike dhe shtypja e të drejtave të njeriut. Deklarata e numrit 1 të qeverisë gjermane erdhi gjatë një vizite që ai po zhvillon në Indi. Ai përsëriti thirrje që autoritetet iraniane të ndalojnë dhunën kundër demonstruesve, duke thënë: "Nëse një regjim mund ta mbajë veten në pushtet vetëm me forcë, atëherë ai në fakt është drejt fundit. Unë besoj se tani po shohim ditët dhe javët e fundit të këtij regjimi. Sidoqoftë, ai nuk ka legjitimitet përmes zgjedhjeve në popullat.
Popullsia tani po ngrihet kundër këtij regjimi, theksoi Merz. Protestat antiqeveritare vazhduan edhe gjatë mbrëmjes së të hënës, ndonse media shtetërore në Teheran u përpoq të binte opinionin publik se situata ishte më e qetë. Grupi të drejtave të njerëzit me selin në SBA, Rana, tha se deri të hënën vonë kishte verifikuar vdekjen, ndërkohë një zyrtar iranian bëri të ditur këtë të martë se rreth 2000 vet janë vrarë gjatë protestave të fundit, që nga nisja e protestave 10.721 vet janë arrestuar, njoftuan grupet e të drejtave të njerëzit jashtë vendit. Që nga fillimi i protestave 10.721 persona janë arrestuar, njoftoi ky grupim. Rana tha se mori raportime dhe video të hënën nga varrezat Beheshti Zaharat të Teheranit, ku antar të familjeve të viktimave u mblodhën në vendet e varrimit dhe lëshuan slogane proteste. Irani, i cili nuk ka dhënë një numër zyrtar të vdekurve nga protestat, fajson për gjakderdhjen, ndërhyrjen amerikane dhe ata që i quan terroristë mbështetur nga Izraeli dhe SBA-ja. Media shtetërore e Iranit e ka përqendruar vëmendjen tek vdekjet mes forcave të sigurisë. Shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak me intervistat në studio.